Në respekt medias, padyshim, unë kisha një thirrje nga prokuroria e posaçme për çështjen e 21 janarit. Për të dëshmuar atë çka di unë, pasi kam qenë në atë kohë kryetar shteti. Unë kam folur për 21 janarin, vazhdimisht, në respekt të transparencës me publikun, por sot duhet kuptoni që duke dalë nga ky institucion, me qenë se është në proces hetimi, unë mjafton t'ju the vetëm kaq. A qëndroni versionit tuaj që keni shkruar në libër për 21 Tani janar? unë kërkova mirëkuptim. Qëndrove, ju thash po. Zoti Topi, ju keni qenë presidenti i Republikës, keni patur informacion nga një sër institucionesh ligjzbatuese, patjetër që ne kuptojmë sekretin e hetimit, por nëse mundeni pa e cënuar këtë pjesë, a mund ta thoni cilat ishin interesat e përgjithshme të prokurorëve të posaçëm në lidhje me këtë çështje? Shiko, dihet funksioni i prokurorisë posaçme është thjesht hetimi për të dalë gjithmonë tek e vërteta. Pra në respekt të institucionit, në respektin tuaj, me lejoni ta mbyll këtu, këtë pjesë. Të lutem, është gjithçka është në fazë hetimi. Unë kam folur pafund, por tani që jam në këtë institucion unë e mbyll me kaq. Ju falenderoj. Falenderoj, të lutem.